Mirë mbrëma. Po më pyesni për këtë hënën e plot nëse mund të manifestojmë, po sigurisht që mund të manifestojmë, por në lidhje me çfarë? Me çfarë do gjë ka të bëjë me komunikimin, me çfarë do gjë ka të bëjë me zgjidhjen e një problemi që përsëri jemi në komunikim. Me çfarë do gjë ka të bëjë me transportin, nëse do të blini një makinë, në qoftë se do të shqyrtoni çështjen e një kontrate, në qoftë se jeni të interesuar për të bërë një udhëtim diku jashtë apo për një çështje që sidoqë të ka lidhje me jashtëtit apo një çështje që ka lidhje me prindërimin, me fëmijët, me një punë krijuese, me një angazhim për sa i përket medjave, për sa i përket reklamës së punës tuaj, për sa i përket juve që merrni me organizime eventesh, domethënë ju shtohet klientela, merrni famë. Kështu që po, për gjëra të tilla domethënë mund të manifestoni dhe po është një hënë me të vërtet benefike për sa i përket këtyre çështjeve, që ose gjithmonë nuk harroj ndonjë gjë, por që këto janë çështjet kryesore për të cilat mund të manifestoni me këtë hënë të plot. Nga ana tjetër nuk e teprojmë, e marrim me qetësi, me avash, mund të manifestojmë gjithashtu për çfarëdo gjë ka lidhje me çështje familjare, çështje pronash, çështje banesash, çështje shfrytëzim të një prone apo të një objekti që duam të përfitojmë prej tij, po janë momente të cilat mund t'i shfrytëzojmë dhe po na del për mirë. Ju që jeni studenta, shumë mirë mund të manifestoni për sa i përket studimeve tuaja, rezultateve. Edhe çështjeve të tilla, domethënë fakti është edhe vepron mirë në këtë hënë të plot. Për çfarëdo gjë ka të bëjë me mbyllje çështjesh të së kaluarës, me kthjellësi dhe me iniciativë dhe me faktin që marrsi nga Luani thash e shton atë dëshirën për të jetuar dhe për të qenë mirë, jep dhe stimulin e vet që disa situata të mbarojnë, të kemi domethënë forcën e dur, të kemi atë forcën drejtuese të dur që t'i bëjmë gjërat funksionale. Kështu që jepini forca dhe ju uroj fat.